Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat njoftoi nisjen e një debati brenda Partisë Demokratike ndërsa u ndalte vonesa e analizës pas zgjedhjeve të 11 majit. Ai tha se analiza u shty pasi pritej raporti përfundimtar i OSBE-dir dhe SPD ka arritur të demaskojë sipas tij farsën zgjedhore në arenën ndërkombëtare. Berisha theksoi se do të angazhohet për një proces të fuqishëm ringritjeje të Partisë Demokratike. Është deklaruar haptas në mënyrë transparente se vonesa e analizës, e diskutimit në parti për zgjedhjet, për farsën elektorale dhe grabit e zgjedhjeve, ka patur vetëm një shkak madhor, dhe ky shkak ka qenë pritja për publikimin e raportit përfundimtar të OSBE-dirit. Pra, ka qenë njëkohësisht përpjekja jonë e jashtëzakonshme që Edi Rama të mos ndikonte dot në ndryshimin e raportit paraprak fillestar, siç u angazhua ai me të gjithë potencialin e qeverisë së tij dhe të propagandës. Ka qenë paraqitja para publikut shqiptar dhe ju një dishmitar që nga data, ta supozojmë 15 maj dhe mrapa çdo ditë, të fakteve, dokumentave të pakundërshtueshme, të cilat rrëzonin ose faktonin për çdo shqiptar dhe botën farsën elektorale të 11 majit. Ka filluar debatin bazë, janë kriju grupet e punës, është formuluar udhëzuesi dhe mbi bazën e tij, në të gjithë partinë demokratike, do të bëhet një diskutim me synimin më kryesor të një forcimi të kësaj partie për betejën vendimtare kundër narkoregjimit tani. I garantoj antar dhe mbështetësit se ne do angazhohemi në një proces të fuqishëm, ringritje për betejën vendimtare kundër narkoshtetit. Ndër të tjera, Berisha në konferencë vijoi akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku, për të cilët kërkoi që t'i japin dorëheqjen.